Andaj krejt që kënë dunja që ka të ndodhë për zullumit, t'jeni të bindur që ka marrë dënimi. Qfar forme nuk e dina, t'jeni të bindur që ka marrë dënimi. Mos të gaboni as 1 milimetër me gjyshue që Allahu subhanahu wa taala s'ka mu hakmar. Le ta pështjellin që shdojnë, le ta maniovrojnë që shdojnë, le të manipulojnë që shdojnë, pa e pru Allahu dënimi nuk e le. Që shdojnë ne të mledhen 100 seminare, le të bëjnë çka dojnë organizatat, pa e sjell Allahu ndëshkimin për ata fëmijë të vdek pa faj, se le Allahu xhelalu ala. Krejt komplet që kanë marrë pjesë aty, gra, të cilat i nxisin burrat e vet, mos mi respektu baballart e burrit vet. Le t'i kenë tutën Allahu subhanahu wa taala se kanë me të hinë xhenem. Wallahi kanë me hinë xhenem që për tekat e veta, për llastoset e veta, për budallakiat e veta, i nxisin burrat e vet, mu rebelu burrat kundër prindërve të vet. T'ja do me shtin xhenem ata, ku do me shti ata? Le të kenë frikë Allahu subhanahu wa taala, çdo motër muslimane që tutët Allahu xhel xhelalu. Shtypat mlleftanin, shtypat budallëktanin, ulo aty rrisinjeri, mos e nxit burrin kundër babës edhe nënës vet. Agjendo kjo të ndëruar xhamat, agjendo. Ati a menon se kritë qash ka dalin këta kundër familjes, të kote kota. Milionat japën për ti mos me fol me vllavin tanë, milionat jepën. Milionat jepën ti mos me pas familje, ti më konë vetë. Qyri shoqërisë që shkanë degradu vetë. Fardania, individi thot, neve na intereson individi. Ka thënë alayhi salatu wassalam, krejt gjunahet Allahu çka i ka bë gjunahe. Ka mundësi me shti dënimin sa doje vetë deri në kiamet. Ka shumë gjunahe lloje ndryshme, Zoti me dashë dënon në dunja, ka thënë alayhi salatu wassalam, me dashë jashtë në ahiret. Përveç 3 gjunaheve, ato vinë dënimet më njerë. Vinë reksa i të ndëruar xhamat. Ka plot gjuna e njeri ban mes ti dhe Zotit vet. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, me dash Zoti e fal, me dash të dënon, me dash të jashtin dënimin ahiret, dunja kur gjose gjem. Përveç 3 gjunaheve, kush i ban këto 3 lloje gjunaheve, ka thënë alayhi salatu wassalam, yu'ajjilullah bi sahibiha min har Allah chatina ya bedënimin min har. Cilat janë këto 3 gjunahe? E para, el baghi, zullumi. Zullumi me paramendim, zullumi me menim, zullumi me plan, zullumi me nxitim. Kur ti nxiton mi bosh ardikujna, nxiton me shkel dikan, nxiton mi baba drejtësi dikujna, Allahu xhelala ka garantuar se kam marrë dënimi. Andaj krejt që në dunja që ka të ndodhë për zullumit, t'jeni të bindur që ka marrë dënimi. Qfar forme nuk e dina, t'jeni të bindur që ka marrë dënimi. Mos të gaboni as 1 milimetër me gjyshue që Allahu subhanahu wa taala s'ka mu hakmar. Le ta pështjellin që shdojnë, le ta maniovrojnë që shdojnë, le të manipulojnë që shdojnë, pa e pru Allahu dënimi nuk e le.